Nuk duket më një kumt dëshiror në ajër, po është një fjalë që zëvend si çdo fjalë e përditshme, ajo që Ismail Qemali tha në momentin themelues të shtetit tonë: Shqipëria do të bëhet. Në gojën e atit pavarësisë, ajo fjali nuk ishte një përshkrim, ishte një besim. Një besim që kaloi në përbreza, përmes peripecish të mëdha, dështimesh tragjike, ringritjesh frymëzuese, një besim që sot, si kur ndonjëherë, ka marrë trajtën konkrete të shtetbërjes europiane të Shqipërisë dhe të objektivit që tani më nuk parafiturohet, po shihet, preket me sy më afër se kur, për ta ulur Shqipërinë në tryezën e familjes europiane si të barabartë mes barabartësh në vitin 2030. Fanoli na kujtonte se Shqipëria nuk mund të rrojë pa shqiptarët e saj. Dhe sot kur shqiptarët janë sa brenda aq dhe jashtë kufive të Shqipërisë, ndërsa Shqipëria është në të përpjeden e fundit drejt bashkimit të shumë ndëruar me Europën, kjo fjalë e korifeut shqiptarisë merr një kuptim dhe një forcë të posaçme. Ashtu siç merr një kuptim dhe një forcë të posaçme edhe paralajmërimi i mprehtë i korifeut tjetër Faik Konicës, i cili na porosit se një komb nuk mund të mbështetet tek iluzionet për veten, por tek aftësia për të vetë përmirësuar vazhdimisht. Dhe pikërisht këtu qëndron ndryshimi më i madh i kësaj dekade, ku edhe falë reformash transformuese dhe përpjekjes intensive integruese me Bashkimin Evropian, kemi kaluar nga një Shqipëri që përpiqej të mbijetonte në një Shqipëri që përpiqet të përmirësohet.